Me njoftimin lidhur me rekonstruksionin e plotë të qendrës së Shkupit, më 4 shkurt 2010, shumë pak individ mund ta paramendonin se intervenimi në pjesën qendrore të Shkupit do të shndrohej në projektin më grandioz dhe më të shtrenjtë të historisë së re të Republikës së Maqedonisë. Bëhet fjalë për projektin Shkupi 2014, i cili sipas shumë vlerësimeve është një projekt kontrovers, jo vetëm në aspektin ekonomik, por edhe në aspektin estetik. Shuma prej 80 milion euro, me të cilën atëherë u vlerësua realizimi të gjithë projektit, shumë shpejt arriti shumën në rekorde prej 207 milion euro, që ma vonë të kalojnë mbi 628 milion euro. Shumë kjo e investuar brenda 5 viteve. Me këtë projekt, një pjesë e qytetarëve u impresionua, ndërsa pjesa tjetër u mllëfos. Midis të mllëfosurve u gjetën shumë arkitekt, organizata jo qeveritare, media vendase dhe të huaja dhe intelektual të shquar, të cilët me projektin e shquajtur Shkupi 2014 konstatuan realizimin e një teze populistike me nuanca nacionaliste. Në rast se nuk duhet diskutuar për shijet, kur janë në pyetje parat, historia përsëri lidhet direkt me vetëm një pyetje. Si është e mundur që një vend kaq i vogël me një normë papunësie prej mbi 28% dhe prodhim vendas bruta për një kokë banori prej vetëm 35%, krahasuar me mesatarën evropiane, t'i lejoj vetes një luks të këtij lloji. Përshtypja lidhur me projektin ishte e pashmangshme dhe me të drejtë mendoj se ndryshimet janë duke u zhvilluar në mënyrë kaotike, jo transparente, me një shpejtësi të madhe dhe pa u përfshirë opinioni në proceset e vendimarrjes. Nuk ishte e qartë kush ishte përfshirë në realizimin e projektit dhe cila ishte shuma e të hollave që ndahen nga buxheti i shtetit për përmendore që ngriheshin brenda ditës. Gjatë realizimit të projektit u anashkalohen projektimet fillestare. Ai u zgjerua për më shumë se 3 herë, ndërsa sipërfaqet e planifikuara për ndërtim u shtatfishuan. Shuma e përgjithshme që u harxhua për projektin deri në nëntor të vitit 2015 arriti mbi 628 milion euro. Për shembull, po të merret parasysh se buxheti i shtetit gjatë periudhës së viteve 2009-2015 ka kapur shumën e 2.7 miliard eurove. Kjo do të thotë se për projektin Shkupi 2014, në nivel vjetor janë ndarë mbi 89.7 milion euro, ose mbi 3% të buxhetit. Kjo shumë është e përafërt me buxhetin e përgjithshëm vjetor të Ministrisë së Shëndetësisë, për të cilën për vitin 2015 janë ndarë 96.3 milion euro. Duke u nisur nga e sipërpërmendura, u shfaq nevoja e sqarimit të qytetarëve. Ku janë harxhuar paratë e tyre dhe si është zhvilluar zbukurimi i Shkupit? Cilët janë autorët e projektit dhe para së gjithash, sa na kushton dhe sa nuk bën? Baza e të dhënave Shkupi 2014 me lup, të cilën rjeti ballkanik i gazetarisë hulumtuese e publikoi si vjet. 2015 zbardhi se deri në nëntor të vitit 2015, projekti Shkupi 2014 përfshin gjithsej 136 objekte, midis të cilave gjenden 27 ndërtesa, 34 përmendore, 39 skulptura, 5 sheshe, 4 ura të reja, 1 port, 6 garazhe me kate dhe 2 shatërvane, ndërsa pjesa e tij janë mbi 30 investitor dhe mbi 270 realizues. Baza e të dhënave mund të përdoret me lehtësi dhe dallohet për qasjen e lehtë dhe faktin që është një bazë interaktive. Kjo bazë të dhënash ofron mundësi për shkarkimin e dokumenteve për çdo objekt, kopjeve të kontratave që janë lidhur midis investitorëve dhe firmave, por edhe kontratat autoriale të artistëve. Në këtë mënyrë, çdo qytetar, student, gazetar ose hulumtues tani mund të mësoj shumë më tepër për cilin do objekt që është ndërtuar me paratë e tyre. Sa para janë harxhuar deri më tani? Sa është shuma e honorareve të autorëve? Sa kushtojnë materialet e punimit? Kush ka marrë pjesë në realizimin e projektit dhe kush ka arritur të fitojë më shumë të holla dhe pyetja më e rëndësishme, sa na kushton dhe sa nuk bën? Me vetë faktin që shumë nga objektet që janë pjesë e projektit Shkupi 2014 akoma nuk janë kompletuar, sepse për një pjesë prej tyre janë zgjedhur vetëm projekte ideore dhe vazhdimisht janë duke u propozuar projekte të reja, baza e të dhënave Shkupi 2014 me lup është duke u azhurnuar dhe plotësuar vazhdimisht. Tani nuk ka hapësirë për pretekste. Të gjitha përgjigjet e pyetjeve të shumta lidhur me projektin Shkupi 2014, që janë mbledhur me vite, tani mund të gjenden në një vend, në bazën e të dhënave Shkupi 2014 me lup. Shikoni vetë.